Ajeti na tregon se ata të cilët me vëmendje e përkushtim, me respekt e vullnet e dëshirë e dashuri, i dëgjojnë thirrjet e dërguarve të Zotit dhe i pranojnë mësimet e Zotit. Dhe si rezultat i gjithë kësaj, ata rreshtohen drejt dhe sakt dhe e besojnë Zotin një te baraka wa taala drejt me njohje të plot. Dhe ky besim i drejt dhe ky iman atyre ju rezulton me fryte ku ata përmisojnë veten dhe rrethin ku jetojnë. Janë adresa ku gjithnjë lirojnë energji pozitive, dashuri e mirësi, gatishmëri e begati. Atëherë, ata të cilët në këtë formë e kanë kuptuar jetën e tyre dhe e jetojnë jetën me këto parime dhe rregulla, të tillët as nuk janë të pikëlluar, e as nuk ndihen të friguar, as në këtë botë, as në botën tjetër, janë të drejtë, janë dashamir, janë të lumtur dhe provojnë edhe të tjerët t'i bëjnë të lumtur dhe mbi të gjitha janë të sinqert me përplot bindje dhe përkushtim në besimin e tyre të drejtë në Zotin një te baraka wa taala.